Askush nuk e di, por ai modeli flokëve të mia me ato balluket e drejtuara kështu, u kthye si diçka virale që gjithë çunat e rinj, adoleshentët e morën dhe e bën dhe unë i shikoja kudo më nis një foto ose kur i takoja, por realisht prap ka lidhje Vodafone me atë model, sepse ka qenë hera e parë, tek reklama e parë që kemi xhiruar me Vodafonin, ai model, unë kam pas flokë të gjata mbrapa. Nuk më mend kush ishte një parukier që do na ndreqte, do na rregullonte, si më thën. Edhe tha pse nuk provon ta ti bësh një kështu. Ai ka qenë momenti i parë që un kam bërë atë model dhe më ka pëlqyer faktikisht atëherë, kam thënë, "Okej, që ka për të mbajtur ca vite." Edhe nga ai moment pastaj kam mbajtur për disa vite, kam bërë kuptohet klipe me atë model flokësh e koncerte. Kështu që faleminderit Vodafone për modelin e flokëve.